këtu nuk i prisë mirë, edhe nuk e di vedia tyne qytetarëve që vjen deri në këtë akt për me prish memorialet e herojve. Mirë nuk na vjen, po presëm edhe hetuesi të policisë, do është ata, po shpresojmë që muj me gjetë, me zbulue, edhe dënimin me morë. Po normalisht edhe mosa, edhe me në bojtje ma të mirë, sepse qytetarët veç po shihet që e vizitojnë, po këtu qa janë institucionet përgjithëse nuk e di, a morin mjet e për mirëmbajtja, jo nuk e di, po këtu duhet me mirëmbajt ma mirë edhe sigurisht që siguria me konë ma nivel. Po në fakt mas pare u doshtë qeveria jonë me pas një mbrojtje për vendet tilla, nuk do të lihet një vend i tillë, nuk do të lihet pa mbrojtje. Ajo është jashtëzakonisht një dëm të madh për Kosovën, për çdo qytetar që ka ndjenja për atë dhënë, është me të vërtet e dhëmshme, edhe duhet me të vërtet gjithë qytetarët ta gjejnë personin i cili e ka bërë këtë vepër që nuk falet, mund të them, edhe të përgjigjet para organeve të rendit sa më shpejt që është e mundur.